Albana Vokshi. Të nderuar qytetar të Vorrës dhe Kasharit, të nderuar gra, burra, të rinj, të moshuar, të nderuar kolegët e mi, Myslim Murizi, Sali Shehi, të nderuar kandidat, Salvator Kaça, jo shtu me ne sot, Petri Doda, pra edhe kandidatët e tjerë për deputet që janë bashkuar këtij takimi sot në Vorë. Këto ditë me miqtë e mi, banor të Vorrës, kemi ecur në shumë lagje. Kemi trokitur në çdo derë për të shpërndar kudo dhe shpjeguar programin e Partisë Demokratike. Kemi trokitur në çdo derë pa dallim ngjyre apo partie. Sepse ky program i shkëlqyer nuk është vetëm për demokratët, por për çdo qytetar pavarësisht bindjeve politike. Na është hapur çdo derë, e kudo e kanë mirëpritur programin ton. Vora është gati për ndryshim, Kashari është gati për ndryshim, apo jo? Sepse Vora dhe Kashari nuk kanë mungesë potenciali, por kanë mungesë drejtësie dhe vizioni nga keqeverisja vendore dhe qendrore. Në një kohë kur mira banor në Vorë presin ende mbas 5 vjet e gjysmë, po bëhen 6, që janë premtuar shtëpit pas tërmetit, qeveritë shpërndajnë apartamente në fshetësi dhe pa kritere të qarta. Në një kohë kur mungon ujë, dritat, investimet më minimale, a e dini sa është numri i punonjësve në Bashkinë Vorë? E kemi lënë 275 punonjës kur ishte periudha e qeverisjes Partisë Demokratike. A e dini sa është sot? Mbi 1100. Është më shumë se 4 fishuar, por kjo jo për t'ju shërbyer juve, por për të forcuar kontrollin dhe patronazhimin ndaj jush dhe për të forcuar pra patronazhimin e pushtetit të pakicës. Fabrikat e ndotjes e kanë kthyer jetën e qytetarëve në një makth. Qindra banor kanë denoncuar për ajrin që thithin, për ndotjen akustike, për fëmijët e tyre që rriten në një mjedis të helmuar, kanë përdorur çdo mënyrë denoncimi. Dhe çfarë ka bërë qeveria? Ka heshtur. Jemi në vitin 2025 dhe banorët e Vorrës nuk kanë as ujë, as drita, as rrugë të asfaltuara. Edhe ato pak fare investime që janë bërë këto vite, janë bërë në mënyrë selektive. Në zonat ku votojnë për Partinë Socialiste, ka asfalt, ka ndriçim, ka projekte, po aty ku janë banorët që mbështesin opozitën dhe Partinë Demokratike, ka errësirë, balë dhe harres. Për legalizimet falas, e mbani mend premtimin e Edi Ramës në 2013, në 2017, në 2019, në 2021, 2023, as që bëhet fjalë. Mashtrime. Kjo pra nuk është qeverisje, është akmarrje politike ndaj qytetarëve që mendojnë ndryshe. Dhe kësaj mënyre keqeverisje do t'i vi fund në 11 maj. Këtu në Vorë, këto vitet e fundit nuk sundon ligji. Qytetarët ndihen të braktisur, ndihen të friksuar. Sundon vetëm një grup që kontrollon bashkinë, që kontrollon shërbimet publike, që vendos kush do përfitojë dhe kush do të ndëshkohet, dhe që në ditën e zgjedhjeve shfaqen si hije mbi kutitë e votimit duke shkelur çdo standard të ndershmërisë apo të lirisë. Edhe këtij grupi do t'i vi fund në datë 11 maj. Do të ashporim regjimin dhe të gjithë qytetarët e Vorrës do fitojnë lirinë. Po çfarë bën kryeministri? Në vend që të flasi dhe të zgjidh hadhe dhe problemet e shumta që i ka krijuar ai këto vitet e fundit, çfarë bën? Tallet me gratë, fyen burrat që nuk e votojnë, fton fëmijët drejt nuditetit, i pa shpirti guxon të përdor gjuhë ofenduese edhe ndaj personave me autizëm. E shtirë dhe pasinqert ndjesa e mbrëmshme.
mos e besoni. Mos mendoni që ka gabuar, ka çdo gjë të menduar për të hequr vëmendje nga problemet e shumta, për të mos folur për 47% fëmijë që jetojnë në skamje, për të mos folur për mbi 700 shkollat e mbyllura, për arsimin e rënuar, për të mos folur për korrupsionin në shëndetësi që po vret çdo ditë, për të mos folur për largimin e 1.1 milion qytetarëve. Fjalorin skandaloz e ka të qëllimshëm. Ai që ndaloi TikTokun, gjoja për dhunë ndaj fëmijëve, flet para tyre për nudizëm e lakurisi. Unë si nën e 2 vajzave jam e revoltuar, jam e indinjuar. Pse vajzat e mia duhet të dëgjojnë perversitete që nxjerr ai që për fat keq që kemi kryeministër? Edi Rama është rrezik për fëmijët, është rrezik për familjet, është rrezik për shoqërinë. Ta refuzojmë me vot me datë 11 maj. Kisha një shpresë të largët që ai do kërkonte ndjes për atë çka ju tha fëmijëve që kërkonin në Google fotot e tij. Por jo se do ndjente diçka, po mendova që i do i thoshte bashkëshortja apo ndonjëra nga gratë e tij që i ka vënë drejtuese politike. Sot unë si nënë, si grua, si qytetare i them Edi Ramës turp të kesh. I them Belinda Balluku dhe Eliza Spiropalit turp. I them Ogerta Manaseliu dhe Linda Ramës turp, kur nuk flisni për fëmijët tuaj, kur nuk flisni për fëmijët shqiptar, atëherë për çfarë dhe për këtë do flisni ju? Të dashur miq, Edi Rama është rrezik. E kemi ne në dorë që ta zbojmë, ta çojmë në datë 11 në shtëpi dhe të pres atje derisa të dali para drejtësisë. Le ta ndoshkojmë Edi Ramën me vot në datë 11 maj. Votoni numër 1-shin. Ndoshkojini me vot këta përbindësha politik. Të dashura gra, nëna, motra, votoni numër 1-shin. Që çdo grua të trajtohet me respekt dhe dinjitet. Votoni numër 1-shin që çdo fëmijë të marrë arsim cilësor dhe të jetë i sigurt në përshkolla. Votoni numër 1-shin që pacientët të marrin kurat dhe shërbimin që meritojnë. Votoni numër 1-shin që ta bëjmë Vorën madhështore, ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Votoni numër 1-shin për ekipin më të mirë ndonjëherë që ka pasur një parti politike. Dhe votoni numër 1-shin për 1-shin profesor doktor Sali Berishën. Fitore, fitore, fitore. Tani ftojmë kandidatët